Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir. Dhe furnizon atë prej nga nuk e kujton fare. Kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton atij. Allahu realizon dëshirën e vet dhe Allahu çdo gjë ja ka caktuar kohën, afatin. Një mesazh shumë i fuqishëm nga ajeti 3 i surës Talaq. Pra Allahu xhaleshanuhu ju furnizon juve, ai është furnizuesi i juaj. Inna Allaha huwa ar-razaqu dhu quwwatil matin. Pra Allahu është furnizuesi i plot fuqishmi. Ai ju furnizon, pra nga nuk e kujtoni fare. Sikur ajo shpeza fluturuese që niset në mëngjes me barkun e zbrazur të thatë dhe vjen në mbrëmje me barkun e mbushur. Andaj kush i mbështetet Allahut, Zoti do t'i mjafton atij, dhe padyshim Allahu xhaleshanuhu është krijuesi, ai i cili ka krijuar qiellin, tokën dhe çka ka mes tyre.